Përshëndetje teleshikues të nderuar të televizionit Syrivizion, jemi me emisionin më të ri qasje këtu nga studio e televizionit. Që nga viti 2008, kompania rajonale mbeturinave Qabrati është në funksion si shoqëri aksionare. 100% aksionare e kësaj kompanie është Komuna e Gjakovës. Shumë probleme kanë përcjellur këtë kompani, për të cilën sonte do të bisedojmë në studio me Nora Gola, kryeshefe ekzekutive e Kompanisë Rajonale të Mbeturinave Qabrati. Faleminderit drejtoresh. Ardita Rizvanolli, kryesuese e bordit të kësaj kompanie, faleminderit shumë, dhe Agon Dobruna, antar i bordit të Qabratit dhe kryesuesi i Komitetit të Auditimit. Faleminderit shumë për prezencën. Po filloj qëllimisht me ju, Ardita, për shkak se para pak ditësh ju e bët një prezantim të gjithëpërfshirës të kësaj kompanie. Si është Qabrati aktualisht sot? Kryesisht Qabrati si ndërmarrje publike dhe ku aksionar është 100% komuna, nuk është në situatën cilën ne do të dëshironim të ishte, po megjithatë shpresoj se pas një pune 2 vjetore ne kemi arritë të bëjmë ca ndryshime, edhe pse ende nuk kemi të kënaqur me të gjitha ato çfarë kemi arritë. Fillimisht Qabrati kemi gjetë me mjaft shumë borxhe dhe me mjaft shumë probleme, do thotë si bord kemi kaluar nëpër faza të krijimit të menaxhmentit të ri dhe krijimit të politikave më të favorshme, do thotë krahas kësaj kuptoj që kemi bërë ndërhyrje në përmirësim të menaxhmentit, po duke përmirësuar situatën brenda Qabratit. Çfarë gjetëm Qabratin ishte me mjaft shumë borxhe, diku rreth 750.000. Po. E kemi gjetë diku me rreth 750.000 euro borxhe dhe situata gjatë këtyre 2 viteve nuk ka qenë shumë në favor të Qabratit, për arsye se Qabrati kryesisht ka qenë i financuar, do thotë për punën që kryente ndaj komunës, këto 2 vite nuk arriti realizoj, sepse rreth 48% është ulë vlera e tenderave që kemi marrë nga komuna. Tash në Qabrat, punët cilat janë kryer më herët, do thotë nuk kryhen, sikur që është mirëmbajtja e parqeve dhe pastrimi i borës. Qabrati tash merret veç me operativ shërbimet për mbledhjen e mbeturinave në qytet. Kjo nuk i jep situatë shumë të favorshme, për arsye se kur zvoglohet buxheti normalisht që zvoglohen të hyra dhe sjell probleme tjera, po problemi kryesor e kemi që pajisjet janë goxha të vjetruara dhe sjellin mjaft shumë shpenzime që i krijojnë të dola mjaft të mëdha, do thotë jo shumë të favorshme për menaxhim renda për brenda. Se ka ndodhur kjo gjë, Ardita? Pse këto zhvillime? Qabrati tash është konkurrent paras me biznese tjera, do thotë që nuk është shumë e mirë për ne se Qabrati derisa është komuna aksionar 100%, ne të paktën kemi pritë që do të jetë më mirë i trajtuar nga vetë komuna, po prej vetë faktit që duhet jemi konkurrent me biznese tjera, me pajisjet që posedojmë, normalisht që nuk e krijon situatën shumë të favorshme, po megjithatë punën që kryen, pastrimin dhe mbledhjen e mbeturinave, edhe kjo po hec me stad mjaft të suksesshëm, do thotë atë na çfarë vlerësojmë. Këtu nuk mund të akuzohet veç Qabrati, për arsye se këtu kërkohet edhe një vedije më e lartë të popullatës. Kur them vedije më e lartë të popullatës, ne ende kemi faktet hudhjes së mbeturinave në lumin krena, hudhjes së mbeturinave vende pa vend, ose mos ndërgjegjësimi qytetarëve për pagesat. Derisa banimi kolektiv nuk paguon më shumë se 30% dhe bizneset diku rreth 70%, kjo nuk i jap situatë shumë të favorshme kompanisë. Po shpresoj shumë që vetë popullata duhet të jetë ndërgjegjshme për pastërtinë dhe nivelin e pastërtisë qytetit, po normalisht që edhe ata të ndihen si fajtor ose bashk pronar të gjitha të mirave që posedon qyteti, sepse ne mund të realizojmë kur të gjithë punojmë së bashku. Do thotë secili kur ta kryjmë punën e vet. Qytetari për shërbim të paguën dhe Qabrati të kryjmë punën ashtu siç është në së miri. Mbase por operative flet më mirë drejtoresha ekzekutive, por megjithatë, si ishte situata në terren sipas vlerësimit tuaj si bord? Kryesisht si bord kur e kemi marrë, kemi gjetë mjaft shumë probleme. Thash, të gjesh në një kompani rreth 750.000 euro borxhe, të gjesh tatimet e papaguara për 4 vite të mëhershme të menaxhmentit të mëhershëm, ishte mjaft situatë e rëndë, sepse këto janë obligimet të cilat duhet kryhen. Po megjithatë, ne kemi arritë që këto të paguhen, është bërë regjistrimi i pasunisë dhe vlera e cila deri më tash ka qenë diku rreth 680.000 euro, sot ka vlerën mbi 2.100.000, që do të është bërë identifikimi i pronës së Qabratit dhe situata
kjo përshqihet për arsye se dhe menaxhmenti i ri ka ndërhyrje në vetë menaxhim të brendshëm dhe realizimin e disa programeve të reja sikur që është sistemi i kontabilitetit dhe financave, sepse dhe kjo në një formë ka sjellë mjaft probleme deri më tash. Nora, ju vonë keni ardhur si drejtoreshe ekzekutive, megjithatë problemet nuk ju kanë kursyer. Keni vazhduar pavarësisht kushteve jo të mira për punë. Si është Qabrati aktualisht? Si e gjetët dhe si është aktualisht? Mundemi përmend që ja këm fillu prej muajit gusht 2017-s. Jo këm bashkangjit grupit bordit drejtarëve, po ashtu dhe si kryeshefe ekzekutive. Qabrati, më thonë drejtën, ka një përvoj, është kompani 60 vjeqare, mbi 60 vjeqare. Sa i përket punës teren, më thonë, ekzistojnë filet ose punët kryesorë të cilat kryen teren, janë ato të cilat janë mbjelluna veç në stafin operativ të ndërmarrjes. Çka ka mungu gjatë kësaj kohe, ka mungu azhurnimi i shërbimeve adekuate konform trendeve të cilat po kërkohen sot. Jemi në periudhë të tranzicionit dhe si ndërmarrje publike, sikurse ato private që janë, sot duhet përballim me këto sfida të tregut, duhet jemi konkurrent në tregun e lirë të ekonomisë. Sidomos kur flasim për veprimtarinë sekondare, për shkak se Qabrati ka veprimtarinë primare, e cila është grumbullimi i mbeturinave, edhe ajo domosdoshmë që duhet të kryhet prej shërbimeve publike, prej një operatori publik, me qenë se edhe të ardhmen ashtu planifikohet që një ndërmarrje publike duhet ta kryejë këtë shërbim, edhe pse ligji për mbeturina e trajton pak më ndryshe, po siç duket edhe prej gjithë atyne që kanë marrë pjesë në këtë formulimin e këtij ligji duhet ta rishikojnë për shkak se grumbullimi i mbeturinave është diçka publike dhe duhet të menaxhohet për një ndërmarrje publike me përkraje shumë të plotë nga komuna, nga drejtoria e shërbimeve publike në veçanti dhe nga drejtoria e inspektoriatit për punë. Janë po ashtu të mirë bëhet prej konsumatorëve, prej klientave, prej qytetarëve. Është një trekëndsh mes të kompanisë publike, komunës, drejtorive të përkatëse dhe qytetarit, i cili duhet të jenë më funksional për veprimtarinë primare. Për veprimtarinë sekondare jemi në ekonominë e tregut lirë, edhe po mundohemi si menaxhment i ri që të bëjmë një azhurnim, një ngritje të kapaciteteve që të jemi më konkurrent me kompanitë publike, private, në përgjithësi me qenë se ashtu në atë mënyrë po trajtohemi. Edhe vetë fakti që përmendi kryesuesja që veç domethënë nuk kemi menaxhimin e bordit për shkak se është tenderu, ka fituar një kompani e cila ka qenë pak më e lirë se na, pa marrë parasysh është Gjakovës apo prej kujt do të jetë kanë fituar. Po ashtu dhe gjelbrimin. Edhe pse prej qytetarëve në tanësi ka vërejtje të shumta, sidomos për gjelbrim, më thonë nuk janë të kënaqur, edhe na drejtohen neve për shkak se qytetarët mendojnë që Qabrati është u kry këtë detyrë, po Qabrati ju them direkt që nuk është në menaxhimin e hapësirat e gjelbërta nuk janë në menaxhim të Qabratit. Prapë se prapë na tentojmë që t'i rikthejmë këto punë për shkak se veprimtaria primare, që është grumbullimi i mbeturinave, nuk është veprimtari fitimprurse. Prej vetë faktit se inkasimi është shumë i ulët, masat, mekanizmat ndëshkues, mekanizmat të cilët e stimulojnë pagesat e qytetarëve ndaj këtij shërbimi janë shumë të ulta, për këtë arsye dhe është paraqo që në fillim që ndërmarrjes publike të jepet punë shtesë, veprimtari sekondare, që ta komplementoj veprimtarinë primare, ose të humbjet e veprimtarisë primare. Kështu spaku është mendu, edhe është mendu shumë mirë, po nuk po realizohet, është mendu për shkak se niveli i kulturës qytetarit është i ulët në krahasim me pagesat. A keni tentuar ndonjëherë të bëni takime me zona të ndryshme, me qytetarë të ndryshëm të Gjakovës për t'i vetëdijsuar? I kemi ekipe të ndryshme, vetë fakti se i kemi 16 inkasanta në për teren, mirë po kemi bo përpjekje dhe jemi të bo përpjekje me organizatat të ndryshme jo qeveritare, me fondacionet të ndryshme, për shkak se kjo është shpenzim shtesë, nëse ndërmarrim një fushat t'il, kuptohet që është edhe shpenzim, mirë po edhe javlen për të organizohet prej Qabratit. Sido qoftë, kjo ndërdije duhet mbjellet të qytetarët për shkak se është një shërbim i cili duhet paguhet. Edhe kjo duhet mbjellet prej
prej fëmijërisë. Ta ruajmë ambientin edhe të bëjmë pagesë ndaj shërbimeve të cilat neve na ofrohen. Ndërkohë, një nga njerëzit më të zëshëm të komunës së Gjakovës jeni ju, agon në këtë drejtim. Ju shpesh e keni ngritur zërin për situatën jo të mirë. Si po ju duket aktualisht Gjakova? Aktualisht Gjakova situatën ngritjen e zërit për situatë jo të mirë kena bërë për fillimit që jena angazhuar në kompaninë Qabrati, edhe gradualisht e kemi konsideroj që jemi duke përmirësu situatën, si që ta edhe parafolësit si kryesuesja, si kryeshefja ekzekutive, që kena trashëgu një gjendje jo të mirë financiare të kompanisë, mirë, po gjithashtu dhe tani që potencoj kryeshefja ekzekutive që të nderi mirëmbajtjes është një kompanisë tjetër dhe shumica rasteve nga qytetarët adresohen në Qabrat. Ne jena duke punu në këtë drejtim, se ka pak nga cilë dhe për qytetarë, po edhe për nesh si bordë, si kompanije, si menaxhment, për që Qabrati t'i ketë këto shërbime sekundare si ka pas gjatë gjithë kohës, si vitet e më pashme, realisht, ndoshta edhe prej funksionimit si ndërmarrje pastrimin e borës për marrë si shembull, ka kry Qabrati. Situata nuk ka qenë as pak e kënaqshme, jemi duke punu në drejtim për më ilustru juve për kushtimin tonë në drejtim, mund të përmend disa fakte se Qabrati nuk ka mekanizëm për inkasim të mbeturinave si që kanë kompani tjera mekanizëm dëshkus në atë kuptim. Tani në kompaninë tonë kena fillu qysh më herët procesin e përmbarimit për inkasimin e borxheve, njëkohësisht jemi në konsolidim të një task force, cila do të quhet kontrolli brendshëm dhe ligji për mbeturina, ligji i ri e lejon të veprimin në teren të në, edhe kjo ka ndiku mjaft që të kemi do të ndikoj për përmirësim cilësisë, mirë, por njëkohësisht ka ndiku edhe në rritjen e inkasimit. Nuk du me anashkalu edhe një çështje që menaxhmenti i ri është përkushtuar shumë në rritjen e inkasimit dhe përmirësimin e shërbimeve, gjithashtu së bashku me si komiteti i auditimit, së bashku me kryeshefin ekzekutive, është bërë një plan për normat e inkasanëve të cilat performohen për matin e tyre në teren edhe tyrat që i sjellin në ndërmarrje. Njëkohësisht këtyre inkasantëve me rekomandim nga kryeshefja ekzekutive është bërë ndrimi i tereneve, do të thotë një konsolidim i ri nëpër terene për më përmirësu inkasimi, nëse ka pas ngjecje me një teren për një punëtori, atëherë ndrimi i tereneve tregon një praktik që mos mu familiarizu, kjo është praktikë edhe menaxhmentit, mos mu familiarizu me atë teren edhe fillon me një moment të arrin një kënaqësi dhe mandate vet kalon në neglizhent. Kështu që bëhet ndrimi i tereneve kohë pas kohe për rritje të inkasimit, njëkohësisht monitorohen inkasantët në teren. Kontrolla e brendshme do të ndikojë shumë në përmirësimin e ambientit në përgjithësi, mirëmbajtjes së qytetit. Mirë, po këto theksuam edhe më herët që nuk është kompetencë, edhe për më mirë që them publikisht që nuk është kompetencë e kompanisë mirëmbajtjes së Qabratit i grumbullimi i mbeturinave, mirëmbajtja e mbeturinave. Kjo është ofitu, na e pranojmë garën, e pranojmë konkurrencën edhe konsideroj që do të jemi më kompetitiv në të ardhmen. Ka shumë për gjëra që në trajtuen në ndërmarrjen tonë prej se kemi fillu. Gjithashtu dhe në aspektin e pronave, si që theksoj kryesuesja që u bë evidentimi i pronave, me lejen e aksionarit është bërë regjistrimi i tyre, edhe tash e ka vlerën e saktë ndërmarrjes si duhet ta ketë. Gjithashtu pronat që nuk kanë qenë në shfrytëzim për kompanisë, për çfarë do arsye të qoftë, në aspektin juridik është duke u trajtuar. Kompania i ka të gjitha rregulloret dhe ligjet e brendshme të kompanisë, të cilat janë të aprovuar për Komisionit Aksional të Aksionarëve, edhe në atë bazë të atyre vepron kompania. Nuk ka veprime çdo gjë, edhe në aspektin financiar ka përmirësime, çdo i na mundu me vendos një vetëdijsim, ka një vetëdijsim, po me bazën e gjithnjë me mbikëqyrje të plotë, çdo ankesë, kërkesë, shërbim po trajtohet më një herë, gjithashtu edhe çdo mall i ri që duhet të ndërmarrë për çështje të ndryshme kalon nëpër 4 filtra, në shkruajnë 4 persona përgjithë. Kjo është një sinjal i mirë, por a ekziston një bashkëpunim i mirëfillt mes bordit, ekzekutivit, komunës, auditimit? E keni një bashkëpunim për të çuar këto projekte përpara? Deri tani unë po folim me kompetencën
dërmarrën, bord e kina një bashkëpunim shumë të mirë po gjithashtu edhe raport me menaxhment. Me Komisioni Aksional të aksionarëve, i cili përbohet prej 3 persona dhe me ata kina bashkëpunimin, tentojmë mi forcu bashkëpunim me drejtoritë përkatëse. Mendojmë që si bord, faktikisht edhe roli i bordit njëri për roleve është edhe urlitës midis menaxhmentit edhe Komisionit Aksional, mirë po në këtë rast dua ta theksoj që po tentojmë ta përmirësojmë bashkëpunimin me drejtoritë përkatëse, e cila se fundit e Qabrati është pasqyra e qytetit. Edhe na do të vazhdojmë me ngulm, nuk është i kënaqshëm, do të vazhdojmë me ngulm për përmirësimin e këtij bashkëpunimi, për vetëm në arsye për përmirësimin e rezultateve të kompanisë, se i na të lidhen realisht komuna është aksionar 100% e Qabratit, mirë po edhe për pamjen e përgjithshme në qytet për të cilat ju keni besoj ankesa. Ankesa ka vazhdimisht, por nga kjo që ka u tha këtu sot, unë po kuptoj se fajtori kryesor janë qytetarët, po besoj. Ardita, keni tentuar që të ndëshkoni direkt, mbase bordi nuk është kompetent për ndëshkimin e qytetarëve, po me gjitha të ndëshkimi mbase është, ose një form tjetër? Bordi në fakt sjell politika për menaxhim të suksesshëm dhe pikërisht për këtë kemi aprovu krijimin e një task force e cila do të jetë monitoruese dhe do të sjell fakte për të ndëshkuar, sepse tashmë veç kemi një kontratë me kryetaren e komunës, e cila ka nënshkruar marrëveshjen që lejon që kjo task force të sjellë gjoba mandatore për qytetarët e pandërgjegjshëm, për sjelljet e tyre që bëjnë brenda qytetit. Po dua të sjell edhe një fakt tjetër se problemi kryesor do thotë sa i përket bashkëpunimin me Kuvendin Komunal të Gjakovës, mendoj se deri diku është i kënaqshëm, deri në masën kur ne kërkojmë për krahje më të fuqishme ndaj drejtorisë inspektoriatit dhe drejtorisë së shërbimeve publike. Për arsye se kemi tentuar të ndalim njësitë mobile për shitje, do thotë prej vetë faktit që ekziston tregu brenda qytetit, tregu i mëhershëm që ka qenë, ne ende sot nuk mund ta funksionalizojmë dhe ta shfrytëzojmë me kapacitetet e mundshme, për arsye se në qytet funksionojnë tregjet mobile. Do thotë kjo do të ishte lirim i pronës publike, lirim i trotuareve për qytetarët e lirë dhe këto të bëhen në vendin ku duhet destinuar. Kjo pak na sjell problem, do të thotë nuk mund të funksionojmë ashtu si duhet, sepse Qabrati si Qabrat, patjetër që duhet ketë një bashkëpunim shumë të mirë me këto dy drejtori. Mu për këtë arsye dhe kemi kërkuar të mbajmë një tryezë të rrumbullakët ku janë diskutuar shumë pika lidhje me këtë forcim të bashkëpunimit. Besoj që kjo do të sjellë fryte të reja dhe po shpresojmë që në të ardhmen gjithmonë duke referuar ka qytetarët me një bashkëpunim të mirë edhe me qytetarët, sepse secili duhet ta ndjejnë veten e vet, peshën që ka dhe obligimet ndaj vendit ku jeton. Do thotë më kujtohet një fjalë e një bashkëpunëtore time ndërkombëtare kur tha Ardita tham ka bërë shumë përshtypje në Kosovë, dhe në Kosovë është shumë pastër brenda shtëpive, ndërsa posa del në pragun jashtë shtëpisë, do thotë asgjë nuk funksionon mirë. E kjo është pse ne mendojmë që është e jona veç deri te pragu i shtëpisë. Në fakt qyteti është i ynë dhe duhet ta mbajmë bashkë, duhet jemi të gjithë të ndërgjegjshëm. Kërkoj tash këto me kompetencë të plotë nga secili qytetar të sjellim shembuj të mirë për gjeneratat e reja, sepse prej vetë faktit që ka investime dhe shihen shportat që janë për qytetarë, do thotë këmbësorë të lirë, jo ato më të plotësohen me mbeturina nga shtëpia dhe shkon dikush ta hedh një pako më të madh aty, pa është për gjanat e imta dhe të mirëmbohet. Kështu që në këtë kur të referohem këtë në gjanave, si kur të arrinim këto t'i ndalnim, atër të gjithë do të ishim të kënaqur, këto s'do të kishte vend më as për ankesa nga qytetarët, po edhe për ne si bërë të merrim me këto gjanat e vogla, të cilat mendoj që veç me një ndërgjegjësim të lartë të gjitha mund të zvoglohen. Drejtoresh, kush janë konsumatorët më të pandërgjegjshëm? Cila zonë? Qabrati ka rreth 12.000 konsumator, prej tyne janë afro 1.900-2.000 biznese, të ndryshme, të vogla, të mesme, të mëdha. Tu nis prej bizneseve, spari kemi disa restorane, shumica prej tyne gjatë verës nuk e deklarojnë sasinë e mbeturinave të cilat ata prodhojnë gjatë verës, përkundër asaj që kanë dasma, kanë aktivitetet shumta, nuk tregojnë ndërgjegjshmëri ndaj kompanisë, edhe kjo përveç se na kryjm shërbimin e ulin kasimin në ndërmarrje, kemi ngrit këtë çështje nivel komunal me inspektoriat, mirë po
kem hasë në vesh shurdhër, nuk është ndërmarrë ndonjë iniciativë adekuate për mi ndihmu ndërmarrjes, për mi inkasu pak më tepër prej sidomos prej bizneseve të mëdha, të cilat gjenerojnë tyra dhe nuk është mëkat paguajnë për ato meturina të cilat ata i prodhojnë. Po ashtu prej ambisrive, kryesisht inkasimin më të mirë kemi shtëpi. Shtëpit janë më të përgjithshme, edhe nëse interviston ata thojnë e din saksisht bile edhe orën edhe orën e saktë se kur ndërmarrja vjen me na i marrë meturinat. Më të pandërgjeshëm janë shumica, nuk e them kështu, nuk është përgjithësi, mirë po shumicë, mbi 70% e banesave kolektive. Shumica prej tyre mendojnë që duke udhë meturinën në një kontenjer diku tjetër, në një lagje tjetër, ata ikin pagesës tyne ndaj, obligimeve tyne ndaj pagesës për meturina. Edhe aty është, më thonë, aty ka mos ndërgjegjje. Base këta ndotësit më të mëdhenj të ambientit, ta themi publikisht. Ndotësit më të mëdhej, ankusit më të mëdhej, janë mos pagusit. Më thonë, zakonisht edhe sondazhet të cilat i kemi provu mi bo, edhe për qytetarve, edhe kur ka qenë angazhuar task forca të cilat do të veprojnë si kontrolle brendshme, shumica qytetarve që janë zonë të hudhë mbeturina në disa kontenjera, larg lagjeve të veta, i kemi identifiku me kartelat konsumatorëve dhe kanë dalë ata që nuk janë paguar rregull të qabratit. Për shkak se na kemi pas marrë një iniciativë fillim vitit dhe kemi provu që ata të cilët të zihen, qytetarë cilët bëjnë shkelje, jo, domethënë shumica prej tyre, jo të gjithë, janë dalë që nuk janë paguar rregull të mbeturinave. Domethënë ankesat më të mëdha edhe domethënë shkelësit janë ata të cilët nuk paguajnë. E them edhe këto që nuk jemi perfekt. Ne gjithmonë po synojmë mi përmirësu shërbimet tona, kuptohet që gjendja e mekanizimit, gjendja aktuale ndërmarrjes nuk është në favor, mirë po jemi të prit për disa investime kapitale prej organizatës GIZ, janë fonde të bankës gjermane KfW. Kemi arrit mu fut në këtë skemë të granteve, një ndër 17 komunat, kanë qenë vetëm 16, dhe kjo garë ka fillu prej fundit vitit 2014, ku nuk kemi qenë në bordas, management, kemi arrit mu fut pak vonë, jemi pranu shumë mirë dhe janë shumë kënaqur me performancën tonë, për shkak se një donacion nuk jepet ashtu aty për aty, kërkon përkushtim, kërkon disa kritere të përmbushën në mënyrë që ata të vlerësojnë nëse do t'jesh apo jo përfitues në garë. Parashitet është një fond për kokë banori, kuptohet që do t'jenë investime kapitale, për kokë banori është 1.4 euro diçka ngjajshme, se varësisht se sa komuna, në 17 komuna, do të thonë dikun do të ketë investime kapitale rreth 130.000 euro, me makineri, do të bëhet përmes ministrive. Dhe kur pritet implementohet të zbatohet? Projekti është në implementim, vazhdimisht dërgojmë dhëna, vazhdimisht kemi kontrolla. Nëse ne jemi të i përmbush ato kritere, tash jemi të i prit një marrëveshje me komunën, e cila do të nënshkruhet, që neve na lejon të bëhemi si barës të kësaj lëmie për grumbullim mbeturinave për 2 vitet e ardhshme. Edhe kriteret tjera qasjes veç i kemi të përmbushura, si ka ana komunës, për shkak se është nevojit edhe dedikim edhe nga ana kryetarës komunës, sikurse që është raportet auditorit, domethënë pjesa e antikorrupsionit, janë disa kritere cilat po përmbushen edhe ka ana tyne, dhe pritet që investimet kapitale të arrijnë dikun mars-prill 2017 mas larku. Të kalojmë të diçka konkrete. Kameramanët tanë ndër vite kanë regjistruar pamje jashtëzakonisht këqija në pjesë të ndryshme të qytetit të Gjakovës, që ju besoj keni parë ko pas kohe. Aty kemi gjetur bojler, gjëra nga më të ndryshmet, deri te inertet. Inertet ku hidhen? Inertet shpeshherë si ndërmarrje ne jemi detyruar të marrim, që janë mobileri të ndryshme, ofër, sidomos të ndodhin ofër kontenjerave publik, edhe pse ndërmarrja qabrati nuk ka përgjegjësi për mbetje inerte. Shpeshherë na dhe i marrim ato, për shkak se është ofër pjesës ku na operojmë, edhe na dojmë si ndërmarrje me lënë vendin aty ku pastrohet, ta lojmë si duhet, s'paku me ato mundësit cilat i kemi.
Komuna ka përzgjedh operatorin për mbetje inerte, ka përzgjedh spori vendin, me dhënë është drejtoria shërbimeve publike, cila është përgjegjëse, ka përcaktu vendin, është në Vukov, është vendi ku zbrazen mbetjet inerte, po ashtu edhe ka qenë në kërkim të operatorit për mbetje inerte. Qabrati nuk është i përfshin këtë pjesë, dhe më thonë nuk ka qenë pjesë e kësaj gare, kjo dhe më thonë që nuk kemi përgjes për mbetjet inerte në përgjësi. Mirë po, në qëse një qytetar ka mbetje inerte në oborin e ti, ku ti dërgoj ato këtë atë rast? Du të drejtohet të drejtoria shërbimeve publike, ta marrë listën e atyre operatorëve cilët janë legal, që mund të bëjnë transportimin e mbetjeve inerte, mirë po me sa di une, ende ka operatorë ilegal të cilët bëjnë bartjen e mbetjeve inerte, po e keqja është që ende nuk e dim që operatorët ilegal nuk e dim se vendin se ku i dërgojnë ato mbetje. Qoftë inerte, qoftë edhe mbeturina shtëpiake, për shkak se shumica mbeturinave shtëpiake nga operatorët ilegal përfundojnë në stacionin ton transfer, i cili është i stërmbushur. Shpesh herë ndodh edhe në rrugët që shpihen te stacioni transfer janë me mbetje inerte. Faktikisht është vendi ku gjithë orientohen atje, pa marrë parasysh se ne jemi e menaxhojmë atë pjesë, do thonë ne jemi prapë të kërcënuar prej ilegalëve të cilët bëjnë mbushjen me materie të ndryshme të asaj pjese. Ndërkohë kush po i djegën mbeturinat tek stacioni aktual, ku hidhen mbeturinat? Te stacioni transfer ka janë djegur. Edhe jemi dëshmitar duke qenë banor të ujtë, komas ko janë djegë dhe janë shumë të rrezikshme për shëndetin tonë, me thonë që 10 muajt e fundit nuk ka pas djegje. Djegjet zakonisht ndodhin për shkak se janë materialet cilat janë bocat të ndryshme të parfumave, janë materialet cilat shpejt eksplodojnë. Edhe sidomos kjo ndodh gjatë periudhave të nxehta verore, ku ka depozitim të madh të mbeturinave dhe për shkak nxehtësisë diellit ato pelcasin. Janë djeg vetvetiu pa dorë në njëri. Digjen edhe vetvetiu. Nuk mund të dalë, nuk mund të them që ndoshta ka pas raste edhe të djegja nga dora e njeriut, po s'pako mund të themi që në periudhën e menaxhmentit ton nuk kemi pas djegje, s'ka pas djegje të qëllimshme, për këtë arsye dhe jemi në hall me stacion transfer i cili është mbuluar me mbeturina. Edhe është pa kosto e lartë për qabratin, jemi të këshyrë mundësi me komunën që të na ndihmon përmes KFOR-it ose FSK-s që ta zbrazim stacionin transfer për shkak se aty ka depozitim të mbeturinave në periudhën 6 vjeçare. 5-6 vjeçare janë depozitim, nuk janë mbetje, nuk janë mbeturina vetëm të një viti. Ndotje trashanike. Ligji për faljen e borxheve publike ka skaduar, çka tash? Faktikisht ky ligj është shty, ka pas më skadu në fund të shtatorit, edhe me të kallëzu drejtën neve si qabrat si menaxhment, si në aspektin e kontabilitetit dhe financave na ka shkaktuar të lashe. Për shkak se ne kemi qenë përgatitje të auditimit për vitin 2016 dhe kemi qenë në fazën kur qabrati është dashur të bëj provizionimin e borxheve të trashëguara. Janë mbi 2.5 milion euro borxhe, të cilat konsumatorët asnjëherë nuk i kanë pagu qabratit, po ashtu si shkasi këtyre faturave të cilat janë shpërndarë dhe nuk janë inkasu, kemi dikun afër 700.000 euro borxh ndaj ATK-s për shkak se faktikisht përveç se nuk janë inkasu, ato edhe janë tatimu. Edhe si menaxhment ne me eksperta të ndryshëm të financave që kemi angazhu për situatë e vështirë po konsideroj. Është shumë e vështirë për shkak se borxhet nuk janë përcjell me kohë, nuk janë dëshku me kohë, edhe kemi ardhur te kjo periudha kur mendojshim që është fundi i shtatorit edhe tash na do t'ja fillojmë, ajo çka është la, ajo çka nuk është pagu do të shkonte përmbaruesi, mirë po tash kemi ngjesë në këto proceset për shkak se sidomos anvisrit nuk po mujmë me vazhdu me hapat më tejshëm derisa të përfundoj kjo faza 2 të faljes borxheve, cila është deklaruar prej qeverisë. Ta shohim tash se çysh po ngjet situata deri në fund të këtij viti, spaku deri në janar, nuk po kemi mundësi me vazhdu me strategjinë në aspektin e raportimit të financave sipas standardeve të kontabilitetit, për shkak se tamam sa ne deshtëm të marrim një hap tillë, falja borxheve u shty, edhe provizionimi i borxheve po ashtu do të shtyhet, ka aspekti financiar joni.
Po presim dikun rreth 1.17 milion euro, kemi pas janë borxhet të cilat falen, është periudha deri në fund 2018-s, ku llogariten si borxhe të cilat nëse paguhet kjo pjesa tjetër, atëherë 1.017 milion falen nga qabrati, sikur të ishim paguar pjesa tjetër. Nuk është pagu shumë, kemi bo mjaft kontrata, ka pas reagim qytetarëve, mirë po mund të themi që prej krejt kësaj shume, dikun është pagu rreth 8%, që është shumë e vogël në krahasim me borxhet të cilat. Pjesa tjetër është falë, më thonë për ata cilët kanë pagu, po ashtu ja ka pas shlyerje automatike të borxheve deri 100 euro, që konsiderohen si borxhe të vogla, ashtu ka qenë me udhëzim administrativ. Po borxhe tjera mbesin ala për të shlyer dhe besoj që së shpejti të vazhdojmë me kontrata, me riprogramim të borxheve, deri në periudhën kur caktohet që periudha faljes së borxheve dhe si fazë e dytë përfundon, e pastaj na do të vazhdojmë me masa tjera, me përmbarues, të cilët veç ekzekutojnë edhe nuk pyesin mo. Edhe diçka për qabratin. A jeni kënaqur me stafin në përgjithësi, me punën e tyre? Pa tjetër, për mu është një eksperiencë të ndryshe, krahasim me ata që kom pas deri më tash, është shumë interesante. Me stafin, me provojën e tyre jam shumë e kënaqur për shkak se ton kohë nëse unë pyes, më thonë çka keni vepruar deri më tash, e gjej përgjigjen. Mirë po kuptohet që edhe stafi për shkak të vjetërsisë ose për shkak se nuk është trajnuar, resurset njerëzore në përgjithësi, sikurse edhe ndërmarrje të tjera nuk janë konsideruar si asete, nuk është investuar shumë në resurse njerëzore për shkak gjendjes financiare, për shkak të natyrave të ndryshme, të problematikave të ndryshme. Nuk mund të them që komplet përgjigjen e gjej aty. Edhe shpesher insistoj, shpesher më thonë ja aplikoj këto metoda që bashkërisht si ekip të vendosim edhe ta shtjellojmë situatat në përgjithësi, problematikat të ndryshme, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjet e duhura. Në përgjithësi me bordin kemi raporte të mira, çdo muaj, domethënë kemi mbajmë takime të ndryshme, shpesher edhe përveç asaj pjesës e cila duhet raportohet nganjëherë edhe gjejmë edhe biseden edhe për raste të tjera të cilat janë pak më specifike, mirë po në përgjithësi kjo nuk na ka mungu ky lloj diskutimi. Për momentin çka jemi të bo është me rëndësi për shkak se këtu janë sektore të ndryshme. Sektori i fakturimit si sektor duhet të ngriten kapacitete bashkë me sektorin e kontabilitetit. Aty kemi investu me përkrahjet bordit, më thonë jemi të investu në kapacitete njerëzore në mënyrë që ky sistem të jetë pak më funksional. Më thonë të jenë krahas trendeve të cilat kërkohen sot. Po ashtu në operativ me organizatën GIS, krahas kësaj gares për mjedis, jemi të vepru me manuale të ndryshme të cilat i përcjellin punët operative. Çka kërkohet krejt është një lloj transparence, një lloj raportimi i cili ka mungu. Përgjithësi në shumicën e ndërmarrjeve publike ka mungu kultura e raportimit. Për shkak se mendohet që raportimi bëhet veç për shkak se duhet patjetër një priorit më të lartë. Raportimi është edhe për vete. Edhe secili prej nesh marrim raporte për shkak se duhem u kthy mrapa edhe marrim vendime në bazë të asaj çka kemi kryer deri më tash, bazë rezultateve të cilat i kemi pas në punën e mëparshme. Edhe raportimi nuk është aq shumë për kryeshefin ekzekutiv, po shpesh kom thonë raportimi është si kulturë për brenda vetes që ta ndërtojnë kapacitetet e veta që të ecin tutje. Kjo kulturë është të provu mu mbjell edhe, më thonë, si ka pjesa operacionale të përcillen ato të jemi pak ma transparent edhe ma llogaridhënës krahas shërbimeve të cilat i kryjmë. Në momentin kur do të jemi, më thonë, jemi në përpunim të orareve, për shkak se nëse mendojmë të zgjerohemi me shërbimet tona, për shkak se nuk e mbulojmë komplet terrenin e komunës Gjakovës, atëherë ne duhet punojmë në dy ndrime. Kuptohet që kjo paralelisht shkon edhe me investimet të cilat po priten kapitale prej Bankës Gjermane, KfW-s edhe GIS-it. Mirë po edhe me mjetet e cilat i kemi, duhet të bëjmë punë me ndërrimet orare të cilat nuk kanë qenë të pranishme deri më tash në stafin e qabratit. Ka qenë praktik? Nuk ka qenë praktik edhe kuptohet që duhet patjetër që na shpesher i përdorim edhe traktorët, cilët nuk janë të hishëm edhe për qytet, mirë po për shkak të prishjeve të shpeshta cilat i kemi në kamion,
cilët janë vjetruar, atër zëvendësojmë shpesh në traktor. Më rëndësi është që ato mbeturinat mos shihen të hiqen në orar. E kjo punë e llogarinit dhënies është tepër rëndësishme për ne ta formojmë si kulturë organizative të korporatës. Dhe çka mund të themi si banor të kësaj komune për Krenën? Si është situata, gjendja aktuale e Krenës? Atëherë pjesa kryesore ndoshta parashyrës qytetit është lumi Krena. Qabrati është përgjegjës për mirëmbajtjen e lumit Krena dhe me kontratë. 2 herë në muaj pastrohet sipas kontratës, mirëmbajmë kontratës, mirë po dua të theksoj një gjë tjetër, që ne këta konsumatorët e pandërgjeshëm, cilët i përmendëm, mbeturinën e hudhin dikun. Edhe ose me një deponi tegër ose në lum. Edhe dua të theksoj që hudhja e asaj mbeturine duhet hiqet nga dikush, duhet shkojë dikun, duhet të trajtohet, domethënë kushton kosto. Kështu që nuk është që heqin prej familjes tyne, mirë po shkaktojnë dëm dyanshëm, kështu që edhe lumin Krena në aksionin e fundit që kishte kompania Qabrati për pastrimin e lumit, lumi u pastru, mirë po mas 2 dite ishte pothuajse gati njëjta gjendje. Kjo është për të ardhur keq. Dhe për këtë arsye ne jemi ngut se gjithnjë edhe si bord mundohemi të fokusohemi në aspektin strategjik, edhe pse me menaxhment të mirë me vazhdimsi se na kena pas një periudhë bajgi të gjatë pa menaxhment të kompletuar. Mirë po në perspektivë kena menduar që duhet krijimi një task force, edhe konsiderojmë që kjo do të ndikoj për përmirësimin. Urgjentisht, kjo është vetëm janë kryer procedurat, është në fazën finale, do të fillojë shumë shpejt, se kjo ndikon në pamjen e lumit Krena. Domethënë në perspektivë këtë kena menduar për lumin Krena, gjithashtu edhe zgjerimin e operimit të kompanisë Qabrati me mbulimin e fshatnave, të cilët momentalisht veprojnë operatorët ilegal. Kompania është duke hartuar një plan strategjik edhe për funksionalizimin edhe në operativ të kësaj plani për zgjerim të rrjetit. Kjo ka qenë diskutim edhe në mbledhjen e bordit, të cilën do të mendoj që më mirë elaboron edhe kryesuesja. Kjo është. Ndoshta do të duhet të ishte një qytetari më e madhe aktive, ndoshta duhet të kishte një fushat vëdësuese tek qytetarët, një kontakt më i shpesht me qytetarët. Unë besoj që popullata është shumë e vetëdijshme për atë çfarë është gjendja dhe çfarë përgjegjësi kanë, po dua të rikujtoj të gjithë qytetarët që veç ekziston një udhëzues administrativ për shqiptimin e gjobave mandatore. Ato do të fillojnë së shpejti. Nga drejtoria e inspeksionit? Jo, direkt nga Qabrati, sepse tash veç kemi një marrëveshje me kryetaren e po. Do të fillojnë gjobat mandatore për qytetarët, për hudhjen e mbeturinave vend e pa vend. Kështu që dua të rikujtoj qytetarët që këto do të ndodhin shumë shpejt dhe askush mos të befasohet. Po njëherë dua të shfrytëzoj nga rasti të ftoj të gjithë qytetarët të ndershëm, sepse tashmë veç jetojmë në vitin 2016 dhe teknologjia ka arrit një pikë mjaft të lartë, kryesisht të gjithë kanë telefona mobil me kamerë. Dua të ftoj qytetarët të ndershëm që kur të shohin ndonjë dukuri të pasjellshme nga qytetarët e pandërgjeshëm, të filmohen dhe të dërgohen direkt në zyrët e Qabratit ose nëpërmjet të Facebookut, sepse mendoj që kjo është mënyra më e mirë që veç me ndëshkime ne mund të arrijmë rezultate, sepse kemi tentuar në mënyra të ndryshme, rezultatet nuk ishin shumë të dukshme. Mu për këtë arsye dhe kemi sjell një vendim që u kriju kjo veç task force e cila do të fillojë së shpejti punën në ndërmarrjen Qabrati. Po krahas kësaj pres edhe një përkrahje nga qytetarët të na bashkangjiten me të gjitha paragollësitë që vren të sjellin filmime, të publikohen, sepse mendoj që kjo është një mënyrë që kur të ndëshkohet qytetari, ai tek atëherë mund ta kupton se sa pesh ka ai gabim që bën, sepse ndoshta prej neglizhencës ose duhet mos marr për bazë çfarë peshe ka hudhja e mbeturinave vend e pa vend, sa shumë për na sjell dëm, se jemi një shtet i vogël, me numër mjaft të madh të banorëve, po me pasuritë që kemi ndërtu vetë, prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm, ta ruajmë dhe ta kultivojmë edukatën e mirë të gjeneratat të reja. Fundit një mjedis i pastër është edhe shëndet për brezat e ardhshëm për gjithë ne që po jetojmë në këtë ambient. Unë ju falenderoj sepse këto ishin minutat që ndam për këtë emision, ju falenderoj shumë për prezencën, ju dëshirojmë punë të mbar, suksese dhe sa më pak të lashe. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë emision, mirupafshim në emisionet e tjera.